Personat që han ullin gjatë dimrit duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Ullinjt janë një nga frutat më të vegjël që rriten në pemën e ullirit, siç quhet në latinisht Olea europea. Ato i përkasin një grupi të frutave të quajtur drupes, ose fruta me bërtham, dhe lidhen me mangon, qershit, pjeshkën dhe bajamen. Ullinjt janë shumë të pasura me vitamina dhe antioksidantë, të cilët janë shumë të fuqishëm për organizmin. Studimet tregojnë se ato janë të mira për zemrën dhe mbrojnë kundër problemeve të osteoporozës dhe radikaleve të lira. Yndyrat e shëndetshme në ullinj nxirren për të prodhuar vajin e ullirit, një nga komponentët kryesorë të dietës tepër të shëndetshme mesdhetare. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ullinjt shijohen gjithashtu në sallata, në sanduiç, në pica. Disa ullinj të pjekur janë gjithashtu edhe më të shijshëm. Ullinjt mund t'i konsumoni si të gjelbër ose të pjekur mirë, të zinj. Të tjerët gjithashtu mund të ofrojnë edhe përfitime të bëra për organizmin. Ullinjt përmbajnë 115 deri në 140 kalori për 100 gram ose rreth 45 kalori për 10 ullinj. Elementet kryesorë për 100 gram të ullinjve të pjekur do të jenë 114 kalori, 0,8 gram protein, 6 gram karbohidrate, 0 gram sheqer, 1,6 gram fiber, 10,9 gram të yndyrnave të ngopura dhe gjithashtu 7,7 gram të yndyrnave të pangopura, 0,6 gram polisaturuara. Për 100 gram ullinj do të gjeni 11 deri në 15% të yndyrës, 74% të secilës është acidi oleik dhe një lloj acidi yndyror mono i pangopur. Përfshirja e ullinjve në dietën tuaj të përgjithshme sigurisht që do t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Dëgjojeni videon me vëmendje deri në fund për të kuptuar përfitimet kryesore të tyre. Në këtë video të listuara sipas Healthy Side, përfitimet e rëndësishme që do të merrni nga konsumi i përditshëm i ullinjve do t'japin përfitime të mira për shëndetin e nyjeve. Një studim i fundit sugjeroi se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore. Nëse konsumoni ullinj, është e rëndësishme që t'i konsumoni ato për kocka të forta. Ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Ndihmojnë në largimin e dhimbjeve. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe të dhimbjes. Janë të pasur me antioksidantë. Ullinjt janë një burim i shkëlqyeri bioflavonoleve. Këto antioksidantë arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Ullinjt janë të pasur me baktere të mira për stomakun. Ullinjt përmbajnë lactobacillus, një nga bakteret më të mira për stomakun. Sa më shumë baktere të mira të keni në stomak, aq më e mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacione do të keni në organizëm. Ullinjt janë efikas gjithashtu kundër rrullave. Ullinjt përmbajnë acidin oleik që e mban lëkurën të butë dhe më të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe largon rrullat me të paktën 20%. Ullinjt ulin rrezikun e diabetit dhe të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura me yndyra mono të pangopura që ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumoni ushqime të shëndetshme siç është edhe vaji i ullirit dhe nën produktet e tij. Ullinjt të ndihmojnë në uljen e oreksit të tepërt. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura që ndalësojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për të informuar trurin se jeni të ngopur. Konsumi i ullinjve është shumë i rekomandueshëm sa më shpesh që të jetë e mundur, dhe vlerat që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike për organizmin tuaj. Ullinjt duhet të shtohen në dietën tuaj për shkak të përfitimeve të larta shëndetësore dhe jo vetëm. Ullinjt janë një element kryesor i dietës mesdhetare, janë të lidhura me përfitimet për shëndetin, veçanërisht për ato të zemrës dhe parandalimin e radikaleve të lira. Karakteristikat antioksiduese të tyre janë të larta. Antioksidantët dietik që gjenden te ullinjt zvogëlojnë rrezikun e problemeve kronike, të tilla si ato të zemrës dhe radikalet e lira. Ullinjt janë të pasur me antioksidantë me përfitime shëndetësore duke filluar që nga inflamacionet deri te zvogëlimi i rritjes së mikroorganizmave. Ullinjt janë të mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës.
Kolesteroli i lartë i gjakut dhe presioni i gjakut janë dy faktorë rreziku për sëmundje të zemrës. Acidi oleik, acidet kryesore të ullinjve, shoqërohen me përmirësime të shëndetit të zemrës, mund të rregullojnë nivelin e kolesterolit dhe të mbrojnë zemrën nga kolesteroli i keq, dhe për më tepër studimet tregojnë se ullinjtë dhe vaji i ullirit mund të ulin presionin e gjakut. Osteoporoza karakterizohet nga mungesa e kockave të shëndetshme, nga masa e zvogëluar e kockave dhe cilësia e dobët e tyre, por ato mund të rrezikohen edhe nga frakturat. Shkalla e osteoporozës është më ulët në vendet mesdhetare, ku një pjesë të mirë ka edhe përdorimi i vajit të ullirit në dietën e përditshme. Vaji i ullirit dhe ulliri janë një nga produktet më të mira shëndetësore edhe për organizmin tuaj më të fortë. Ullinjtë janë të tolerueshëm të konsumohen brenda normës së lejuar. Përfitimet që do të merrni prej tyre do të ndryshojnë gjithashtu edhe benefitet e organizmit. Ndaj ekspertët këshillojnë konsumin e ullinjve të freskët të sezonit për të marrë vlera dhe për të evituar komplikacionet e shëndetit. Ullinjtë janë tepër të popullarizuar në shumë popuj dhe përdorimi i tyre daton shekuj më parë. Ato përgjatë kohës janë konsumuar edhe si një ushqim shërues kundër një sër komplikacionesh. Edhe studimet e fundit kanë gjetur një numër të madh të përfitimeve shëndetësore që ullinjtë i japin për shëndetin tuaj. Ullinjtë eliminojnë kolesterolin e tepërt në trup, përmirësojnë presionin e gjakut, janë një burim i mirë i fibrave ushqyese si një alternativë për fruta dhe perime. Ullinjtë janë një burim i mirë i vitaminës C. Veprojnë si antioksidant duke mbrojtur qelizat, zvogëlojnë efektet e sëmundjeve degenerative siç janë edhe Alzheimeri, gjithashtu edhe probleme të tjera serioze me shëndetin e dhëmbëve. Ullinjtë ndihmojnë në parandalimin e mpikses së gjakut që mund të çojë në infarkt miokardi ose trombozë të thellë venoze. Ullinjtë mbrojnë gjithashtu membranat qelizore kundër problemeve të ndryshme. Janë një mburojë e madhe kundër anemisë. Ullinjtë rrisin pjellorinë dhe sistemin riprodhues. Ullinjtë luajnë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e sistemit të shëndetshëm imunitar, veçanërisht gjatë stresit dhe problemeve kronike. Dhe vetëm në rast se këto përfitime nuk janë të mjaftueshme, ato janë gjithashtu një nxitës i madh. Ullinjtë janë ushqyes të pasur me përmbajtje minerale si natriumi, kaliumi, magnezi, hekuri dhe fosfori. Ullinjtë sigurojnë vitamina esenciale dhe aminoacide. Ullinjtë përmbajnë acidin oleik i cili ka veti të dobishme në mbrojtjen e zemrës. Ullinjtë përmbajnë polifenole, një kimikat natyral që redukton stresin oksidativ në tru. Ato përmirësojnë kujtesën deri në 25%, citon Eltisaj. Përfshirja e ullinjve në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do t'jap anën e tyre pozitive në mbrojtjen e shëndetit të trurit. Një nga përfitimet kryesore është edhe rritja e marrjes së acideve yndyrore të shëndetshme në dietë, e cila do të përmirësojë shëndetin dhe punën e trurit. Ullëntimet kanë treguar se njerëzit që konsumojnë më shumë yndyra të pangopura shpesh kanë nivele të larta të neurotransmetuesit acetilkolin, të nevojshme për funksione të tilla si kujtesa dhe të mësuarit. Ullinjtë përmbajnë gjithashtu substanca fenolike që janë gjetur në mbrojtjen kundër sëmundjeve të lidhura me moshën, siç menduria dhe sëmundja e Alzheimerit. Ullinjtë i japin doza të konsiderueshme të fibrave. Ullinjtë dhe vaji i ullirit kanë të njëjtin përfitim shëndetësor, por një nga përfitimet specifike të konsumit të ullinjve të plotë është ajo e përmbajtjes së fibrave. 80 gram ullinjë të konservuar përmbajnë 3.2 gram fibër, që është një sasi mjaft e mirë edhe kundër një sër komplikacionesh. Fibrat janë të mira dhe çelësi i ruajtjes së shëndetit të zemrës, niveleve të shëndetshme të kolesterolit dhe tretjes së mirë. Ullinjtë janë një element ushqyes për shëndetin e zemrës. Ullinjtë janë një nga ushqimet më të shëndetshme për zemrën për shkak të niveleve të larta të yndyrnave të pangopura. Sipas ullëntimeve të botuar në revistën Lipids in Health and Disease, yndyrnat e pangopura ndihmojnë në uljen e riskut të humbjes së jetës në mënyrë të parakoshme, uljen e riskut të goditjeve në tru dhe sëmundjeve në zemër dhe enëve të gjakut, citon studimi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.